I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Inna ruhal qudus nafakha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab. Khudhu ma halla wa da'u ma harum." Shpirti i shenjtë, domethënë Meleku Xhibril, më ka frymëzuar në zemër, më ka shpallur se asnjë njeri nuk do të vdes pa e plotësuar rizkun dhe exhelin. Prandaj thot: kijeni frikë Allahun, kërkoni halalin dhe ruhuni nga harami. Njeriu i është caktuar jetesa, rizku, i është caktuar gjithashtu dhe exheli, afati i jetës. Përderisa këto janë caktuar nga Allahu i lartësuar, atëherë njeriu duhet ketë siguri tek ajo që ka caktuar Allahu, ti përmbahet halalit dhe të ruhet nga harami. Mos fitoj haram, të mos ushqehet me haram. Prandaj thot: merrni halalin dhe ruhuni nga harami. O caktu, pse duhet më ushqetësuar? Pse duhet që njeriu të kërkoj haramin? Njeriu do marr aq risk sa i ka caktuar Allahu dhe do të jetojë deri në afatin e caktuar nga Allahu. Jo më gjatë se kaq. Kur foshnja i plotson 4 muaj në barkun e nënës, kur i plotson 120 ditë, i shkruan 4 gjëra. Allahu dërgon një melek dhe ja shkruan 4 gjëra: rizqu, wa amalu, wa ajalu, wa shaqiyun aw sa'id. I shkruhet rizqu, mjetet e jetesës, i shkruhet exheli, afati i jetës, i shkruhen veprat që do të bëj dhe përfundimi, nëse do të jetë fatlum apo fatzi, nëse do të jetë banor i xhenetit apo banor i zjarrit të xhehenemit, sikurse e nën kupton hadithi. Pra këto gjëra i shkruhen njeriu që kur është në barkun e nënës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: innal insana la yatba'uhu ajaluhu kama yatba'uhu ajaluhu. Njeriu e ndjek rreziku ashtu sikurse e ndjek exheli. Pra, të dy janë caktuar. Njeriu do të marrë rrezikun e vet ashtu sikurse do jetoj deri në afatin, deri në exhelin e caktuar për ta. Njëherë profeti sallallahu alaihi wasallam ka gjetë një hurmë arabie dhe e ka thirrur një person që ja jap për ta ngrënë. Erdhi dhe i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: nëse ti nuk do të vije te kjo hurmë, ajo do të vinte tek ti. Ajo do të vinte tek ti. Po pse? Sepse ishte rrezik për ta dhe patjetër që do ta hante. Kështu që rreziku është caktuar për njeriu deri në kafshatën e fundit, deri në pjesën e fundit të ushqimit që ka për të ngrënë. Kur njeriu e di që rreziku është caktuar, do të marr aq sa ka caktuar Allahu dhe ti. Kjo duhet t'i jap siguri, qetësi. S'duhet ketë frikë për çështjen e rrezikut, duhet i përmbahet halalit, duhet ruhet nga harami në mënyrën e kërkimit të rrezikut. Po e gjithë kjo që tham nuk do thotë që njeriu të mos bëjë sebepet, që njeriu të mos punojë për të mbajtur veten dhe familjen, për të fituar, pasi vërtet gjërat janë caktuar, por Allahu i lartësuar e ka bërë ligj që gjërat në këtë botë të vinë me sebebe, të arrihen me sebebe, me punë. Prandaj që njeriu të bëhet me fëmijë duhet martohet, pa dyshim që janë caktuar fëmijët që do t'i vinë në jetë, do lindin. Patjetër duhet sebebi martesa, dhe që të marr bujku produktin bujqësor, duhet patjetër të hedh farën dhe të bëj shërbimet. Po kështu dhe për çështjen e rrezikut, pra duhet mbështetemi tek Allahu, kemi besimin që ka caktuar Allahu, kemi siguri, ruhemi nga harami, por rrezikun besimtari e kërkon. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa ta'udu bitana." Sikur ju të mbështeteshit tek Allahu ashtu siç duhet, ai do t'u furnizonte, do t'u jepte rrezikun ashtu sikurse e mban me rrezik shpendët, të cilët ikin herët me barkun bosh dhe kthehen të ngopur me barkun mbushur. Thot, po të mbështeteshit tek Allah. Kështu që duhet që njeriu për çështjen e rrezikut dhe për çështjet e tjera të mbështetet tek Allahu. Ta lidhë zemrën me Allahun, jo me sebebet. E dyta, profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur që shpendët lëvizin, ikin në kërkim të rrezikut të tyre. Që dhe njeriu
duhet ta kërkojë rrezikun, duhet përpiqet të mbahet, mbaj veten dhe familjen, por zemrën duhet ta lidhë me Allahun. Duhet të jetë i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu shpëlet me të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu